Territori i Kosovës për datën 12 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Në disa zona gjatë paraditës dhe mesditës priten rreshje të dobta dhe afatshkurtra shiu. Paraditja do të ketë vranësira dhe rreshje të izoluara lokale, ndërsa pasditja vijon me përmirësim gradual të motit dhe intervale me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior deri veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 28 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 27 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 28 gradë Celsius, Pej 12 deri në 28 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 29 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 29 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 28 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 28 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 28 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 27 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 29 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 29 gradë Celsius.